Të nderuar qytetar, të dashur mësues, sot në ditën e mësuesit, Partia Demokratike shpreh mirënjohjen dhe respektin më të thellë për të gjithë mësuesit, pedagogët, punojësit e sistemit arsimor, të cilët me përkushtim dhe idealizëm kryen misionin fisnik të edukimit të brezave. Në këtë ditë simbolike, vëmendja shkon tek realiteti i zymt me të cilin përballen çdo ditë mësuesit, te sistemi arsimor i ngërthyer nga politika, në përkëmbja e mësuesve dhe përdorimi i tyre vetëm për të mbushur sallat e fushatave politike, tek pagat më të ulta në rajon, te diskriminimi dhe mohimi të drejtave financiare të 6.500 mësuesve të tjerë, te shantazhet për të votuar rilindjen dhe për të realizuar numrin e detyruar të votuesve në diasporë. Prej vitesh arsimi lëngon i rrokullisur te poshtë, ndërkohë degët universitare që diplomojnë mësues po mbyllen njëri pas tjetrit, dhe fëmijët tanë shumë shpejt nuk do të kenë mësues për lëndët e shkencave eksakte dhe për ato shoqërore, madje as për ciklin fillor, ndërsa kreu i rilindjes legalizon parcelat e kanabisit. Ekspertët e vlerësimeve ndërkombëtare kanë dhënë prej vitesh alarmin për gjendjen mjeruese të rezultateve të nxënësve, për thellimin e analfabetizmit funksional në vend, të mendimit krijues, që i rëndit fëmijët tanë në fund të botës. Përveç fotove artistike që shpërndahen me detyrim qindra herë në rrjete sociale, asnjë mas s'është ndërmarrë nga Ministria e Errësimit. UNESCO ka theksuar si nevojë urgjente rritjen e buxhetit për arsimin për shkak të përkeqësimit të treguesve, por Partia Shtet nuk dëgjon nga jo anë, dhe buxheti për arsimin është më i ulët se vitet e qeverisjes së Partisë Demokratike. Prej kohësh është deklaruar përkeqësimi të dhënave të bullizmit, diskriminimit, të dhunës psikologjike dhe fizike që po shtohet dita ditës. Vetëm gjatë 4-5 muajve të fundit u shënua një zinxhir ngjarje shumë të rënda, nga goditjet me thik në shkollën Gjergj Kastrioti në bazë të Matit, te konflikti mes dy adoleshentëve në shkollën e mesme Cakran të Fierit, deri tek humbja e jetës së nxënësit MC dhe ngjarja fatale e gjimnazistes IM në Gjirokastër. Asnjë ngjarje e zezë nuk e lëvizi dhe nuk e shkundi ministrinë, ndërkohë që shkëlqeu skërmitja njerëzore e zonjës Manastiriu dhe vrulli i kreut të rilindjes për të mbyllur TikTokun. Partia Demokratike e bindur se dinjiteti i mësuesit, reformat dhe financimi i arsimit janë prioritet, do të dyfishojë buxhetin për arsimin dhe shkencën. Paga mesatare e mësuesit do të shkojë rreth 1.300 euro në muaj dhe ajo e pedagogut 2.000 euro në muaj. Brenda 2 viteve të para të qeverisjes, sigurohet infrastrukturë digjitale në të gjitha shkollat dhe universitetet publike. Garantojmë zërimin e klasave kolektive dhe zbutjen e shpejtë të pabarazisë dhe diskriminimit të nxënësve dhe studentëve të zonave më të rrezikuara prej shpopullimit. Garantojmë statusin ligjor dhe ekonomik të mësuesit, të marrëdhënieve të punës dhe të zhvillimit të karrierës. Sigurojmë një strategji tërësore të trajnimit të vazhduar të mësuesit që do të ofrohet pa pagesë. Garantojmë vlerësimin dhe shpërblimin e arritjeve në mësimdhënie të mësuesve përmes bonusit financiar të performancës që do të jetë i decentralizuar. Partia Demokratike zotohet se programi Arsimi Prioritet Kombëtar do të garantojë zhvillimin dhe prosperitetin për shoqërinë e dijes. Faleminderit.